Qytetarët në Kosovë kohëve të fundit janë duke pranuar disa SMS të cilët përmbajnë linqe mashtruese dhe janë imitim i platformës e-Kosova. Në këta SMS qytetarëve u thuhet se vetura e tyre është kapur diku në trafik nga kamerat e sigurisë dhe është gjobitur dhe po ashtu në këta SMS pro pas klikimit të përmbajtjes atyre u jepet mundësia për t'i paguar gjobat. Agjencia për Informim dhe Privatësi ka ngre alarmin duke u bërthirë qytetarëve që të mos i klikojnë këto përmbajtje mashtruese. Këta SMS të cilët po i pranojnë pra qytetarët e Kosovës me këtë përmbajtje mashtruese, po vinë vetëm nga numra jashtë Kosovës. SMS-et e tillë njihen si mashtrime kibernetike, të cilat fatkeqësisht në vendin tonë, sidomos këtë kohën e fundit, vazhdimisht janë duke u shfaqur si të tilla, që e kanë qëllimin mbledhjen e dhanave personale të qytetarëve apo edhe llogaritë bankare të qytetarëve, që normalisht pastaj ndikon edhe në buxhetin familjar apo personal të qytetarëve tonë. Normalisht që ne kemi reaguar jo vetëm në këtë rast, ne kemi reaguar edhe disa raste të tjera. Unë mund të them që vetëm vitin 2024 apo deri më tani, deri në këtë kohë që po flasim, për 3 herë e di sigurt, domethënë që kam pas shqetësime të tilla qytetarët edhe që i kanë lajmëruar vet, e në një prej tyre kemi qenë edhe vetë ne si agjenci, zyrtarët e agjencisë kanë qenë prej jo e mashtrimeve, po kanë pranuar SMS të tillë, por qëllimi është që qytetarët ta dinë se nuk bën të klikojnë në këto SMS që ju vinë, domethënë këto mesazhe që marrin, nuk bën të mashtrohen rreth atyre joshjeve që mund t'i bëjnë ata duke u thënë se ose sikur kjo e fundit që thotë se është gjetur vetura juaj dhe duhet të paguani, apo kur ofrojnë qoftë edhe ndonjë produkt i cili dihet edhe prej vetë mënyrës email adresës që shkruhet aty apo edhe mënyrës numrit të telefonit SMS-in ku dërgohet, mund të ketë dyshime se janë thjesht mashtrime.